Ta them para publikut, tani për tani nuk kemi asnjë lloj komunikimi. Unë mendoj gjithmonë edhe historikisht edhe kudo në botë ku ndodh, ai që është partia e parë ka përgjegjësinë për të prirë këto procese, ka përgjegjësinë për të shupe në zgjidhjen e momentumit për të krijuar një qeverisje. E dyta, nuk besoj që ju kalon Lidhja Demokratike në pritje, sepse Lidhja Demokratike e dini që në zgjedhjet nacionale nuk ka përgjegjësinë e partisë parë për të në këto lloj raportesh për ndërtimin e një qeverisje të vendit. Natyrisht i ka taku përgjegjësia dhe i takon përgjegjësia të parit. Na nuk jemi ai subjekti determinues i të ardhmës vendit, subjekti determinues. Megjithatë ishi determinues, unë më thonë emëres sepse ju e votuat kryetarin e kuvendit. Natyrisht për t'i dhënë mundësi, sepse të gjithë e dim thirrjet ose tendencat që ne e kem votat për kryeministin, i kem votat për kryeministin, ta shohim nëse i ka votat për kryeministit, nëse duhet ta them atë a kemi muhabete jashtë perdeve apo jo, ta them para publikut, tani për tani nuk kemi asnjë lloj komunikimi, natyrisht i takon bara për të nisë çdo lloj dialogu në dobi të konstituimit të qeverisë së ardhshme kryeministit aktual, përkatësisht partisë parë. Është e martë, kur po e xhirojmë intervistën, kur po e lëshojmë, është e martë, dje hanën kryeministri tha që do t'ju kontaktojmë shumë shpejt. Që ajo shumë shpejt ke e hane dhe i sot martën, kur po e xhirojmë që t'intervistë, Imri, a ju ka kontaktu? Jo, tani për tani jo. Nuk ka lloj komunikimi. Naj sekretari partisë, VV-s... Nuk ka ndonjë lloj komunikimi zyrtar i cili do të fillonte me negociun këtë çështje. Pas jo zyrtarisht ty si sekretar? Jo, absolutisht nuk kemi. Jo, s'kemi. Fakt jeta është pak normale, sepse kemi qenë të angazhuar në zgjedhjet lokale të gjithë. Atyre gjitha partitë kanë qenë në fokus për komuna. Po kryetarët e partive valla s'kan qembre? Jo, në besoj që po, edhe kryetarët e partive kanë qenë të angazhuar. Unë sa e di, nuk ka komunë që s'ka shku 3-4 herë kryeministri Kurti. Mirë, është një farë premtimi i madh që LDK-ja mas shumti prej krejt partive në zgjedhjet qendrore Imreja pa dhënë votuesit vet që na jepni votën se na nuk shkojmë me vetëvendosjen. Edhe është një farë kërkese mirë po 6 muaj i kena pa të zhagitjes, a jeni të dyja partit në anën tjetër dhe vetëvendosja edhe ma shumë se ju? I ka thonë votuesit vetë, mi 500.000 se une kur qyrë shkoj koalicion. Tash, votuesi ju ka besu se ju ka besu. Atyne si ja kanë dhonë 500.000, juve si ju kanë qitë as dytit. A bën, aso kjo shejt që për shkak numrave, ju të dy partit pak sedrën me ullë dhe me u marrë vesh pa shku në zgjedhje? Unë dakordojmë që ne duhet të jemi racional në këto raporte dhe duhet të gjetë një zgjidhje në të mirë të vendit, qeverisjes vendit. Megjithatë, nuk mund të relativizojmë ose të barazojmë përgjegjësinë e subjekteve në përputhje me votën, me elektoratin, përputhje me mbështetjen elektorale që kanë. Unë mendoj gjithmonë edhe historikisht edhe kudo në botë ku ndodh, ai që është partia e parë ka përgjegjësinë për të prirë këto procese, ka përgjegjësinë për të shupe në zgjidhjen e momentumit për të krijuar një qeverisje, përndryshe me insistimin që me insistimet e tilla është vështirë. E vërtet. Me bu me lëshu, qysh kështë e pas qef ti me lëshu pe ata? Qka kështë dashti me po? Kështë para publikut. E para duhet ndërtohet një raport mirëbesimin mes partnerve potencial. Ne paka shumë e kemi provu, i kemi dhore rast një herë dy. E dyta, natyrisht kemi shumë argumentet tonat me cilat dyshojmë që mund tjetë e qëndrushme një qeverisje të tillë. Tani nuk du të spekulojmë ma shumë, sepse po mendoj që prap e kemi fokusin në nivel veni tek balotazhet, tek qeverisjet lokale,